Unë kam prit nga Avni Dehari, që prej që është deputet, jo tani, po prej që është deputet, kam prit nga Avni Dehari, që gjdo dit, po vetëm që gjdo dit dalë në foltore, e di për shka po dëni me thonë. Vis të lutna për shka djenve, si shka pas që mu prej këtë kjo pjesë. Më falni, ata kam pas kauz politike. Gane. Kuvendin po na ndalojnë 2 superkriminal, në këtë rast janë Albin Kurti edhe Avni Dehari. Superkriminal, bisu? Absolutisht, po shkojmë shpesh në zgjedhje, edhe kemi andet freskët, në legislaturën e fundit, për shembull, ata nuk i kishin numrat për me zgjedh kryetarin e kuvendit, dhe na thirrën mbi 57 herë në kuvend çdo 48 orë që kemi shku, dhe bajshin maskarada. Sot i kanë numrat, i kanë mundësit për me bo komplet konstituimin e kuvendit, ata sot na ndalojnë me shku në kuvend. Kush po na ndalon? Teknikisht po na ndalon Avni Dehari, si njërit i cili për shkak të moshës, kushtetuta jep të drejtën me udhëheq seancat politike, pra teknikisht e ligjërisht është ai, ose de jure, mirë po de facto është Albin Kurti ai që po na ndalon shkuarjet. Zoti Kurti tha unë nuk vendosim, pyetën e gazetarëve dje dhe par dje tha unë nuk vendosim, tha për këtë punë, tha Kurt na thret Avnia. Jema një diktator Fidani, i cili del thotë unë jam diktator dhe du të instaloj diktaturën. Kështu pe krahason në deklaratën e Zotit Kurti? Faktikisht nuk krahasohet ndryshe, një njeri i cili dikton rrjedhën komplet, jo vetëm të kuvend, jo vetëm qeverisë, po të kuvendit dhe gjitha institucioneve, nuk quhet ndryshe. Nëse marrim të gjithë faktorët, ose rrethanorët, të gjitha na drejtojnë tek Albin Kurti, një njeri i cili e ka kap komplet sistemin politik në dorë. Ju thatë nuk po na lejojnë me shku në kuvend. Po, sakt është, ne tentu me shku në kuvend dhe i patëm dyrët e mbyllura të kuvendit. Është uzurpu kuvendi? është kap kuvendi, nuk është është kap, është ngulfat kuvendi, është shkel demokracia, janë shkatru institucionet. Ne, si Parti Demokratike, kemi kërku në vazhdimsi thirrjen e seancave, edhe sonte, ose sot, do t'i drejtohem Avni Deharit. Sonte do t'i drejtohem? Sot do t'i drejtohem me një letër Avni Deharit. Si PDK? Si PDK, ku do t'i kërkojmë që ai ta thras seancën më s'largu nesër, sepse tashmë ai ka fillu të shkel edhe këto afate 48 orëshe, të cilat janë afate të rregulluara me ligj dhe kushtetut, ai ka shkel edhe këto afate dhe po vazhdon të bëhet përsëritës i shkeljes kushtetutës. Ju e dini shumë mirë, Fidan, sa herë neve na është thonë nga Albin Kurti, ai që shkel ligjin është kriminal, është kriminal, ai që shkel kushtetutën është super kriminal. Dhe nëse ti më pyet mu direkt se kush po na ndalon me shku në kuvend, ose kush e ka uzurpu kuvendin, unë me tham me bindjet plot dhe me argumentet forta që kuvendin po na ndalojnë 2 superkriminal, në këtë rast janë Albin Kurti edhe Avni Dehari. Superkriminal, bisu? Absolutisht super. Një diskursin cilën e ka thonë dikur Zoti Kurti? Sakt, bazuar në atë se si e ka vlerësu Zoti Kurti ma herët atë që e shkel kushtetutën. Po, a i thot taj që e shkel ligjin është kriminal, a i që e shkel kushtetutën është superkriminal. Me diskursin e Zotit Kurti, pisjuni superkriminal edhe Zotin Kurti edhe Avni Dehari. Sakt. Neve sot në ndalojnë hyrjen kuvend 2 superkriminal, sepse të dytë po bojnë shkelje kushtetuse që janë Avni Dehari edhe Albin Kurti. Gane, sot Zoti Dehari kam fillu mi prit diasporën, pritja diasporës, për shës që një pjesëve të vendosës deputetëve po shkojnë atje. Edhe Dehari, sot Avni Dehari thasë që nuk e thret seancën pa gjetë konsensus një farforme për çështjen e presidentit. Ase jemi dhe me kalu me pas të pater, ta s'ka pas. Kurzoj Zoti Dehari. Zoti Dehari kurzoj, sot pa gjetë marrëveshje, nuk ka seancë. Zoti Dehari sot u sill sigur me kompronari kuvendit. Deklaratat, edhe pse me kushtetut, me rregullore, mas pare duhet konstituohet kuvendi, qeveria janë afatet e kurzume, kushtetuse, tek nëntetor ma 60 dite, e kena çështjen e presidentit. Si e komenton deklaratin e Zotit Dehari? Sot ke i premta, ose ka marrëveshje, pa pas marrëveshje, s'ka seancë. I prem ke Zotit Dehari. Çka të tham Fidan për Avni Deharin? Unë kam prit nga Avni Dehari, që prej që është deputet, jo tani, po prej që është deputet, kam prit nga Avni Dehari, që gjdo dit, po vetëm që gjdo dit dalë në foltore, e di për shka po dëni me thonë. Vis të lutna për shka djenve, si shka pas që mu prej këtë kjo pjesë. Më falni, ata kam pas kauz politike.
Gane. Ndëgjë, mbi bazën e asaj ka uzë, ata kanë rënu institucione dhe po shkatrojnë institucione sot, Fidan. Dhe unë kam prit nga Avni Dehari, që në gjdo seancë parlamentare do të dalë në foltore të flasë 3 minuta dhe të kërkoj zbardhjen e rastit të Astrid Deharit. E kuptoj të drejtën, blokadën, rolin që ka marrë Zoti Dehari, po kërkoj mirë kuptim. Po pritë se kjo e ka një kronologji, kjo e ka një histori. Dhe vetë fakti që Zoti Dehari është bë marionete për shtetit, rrogtari për shtetit, është bë mashe për shtetit, shka dush instrument i shkatrimit shtetit, unë nuk pres gjë prej Zoti Dehari. Zoti Dehari po mendon që ka fuqin ose ka kompetencën, ma mirë nështë ta me thonë, që ajtë vendos për presidentin e shtetit.